Në qendrën muzeore të Kuklit, aty ku Ndre Mjeda kaloi një pjesë të jetës së tij, u zhvillua edicioni 20 i aktivitetit tradicional Ditët e Mjedës, në nderim të 159 vjetorit të lindjes së poetit, gjutari dhe rilindasit të shuar. Gjeneratët tona kanë nevojë gjithherë të marrin frymëzime nga poeti Ndre Mjeda, të marrin ide nga ai, të marrin një dashuri edhe më të madhe. Studiuesi Frano Kulli u ndal te dimensionet e shumanshme të figurës së Mjedës. Rreth 13 vite të jetës së tij kalon si student në kolegjet dhe universitetet më të mira të Evropës. Po kështu Mjeda bën edhe mësimdhënësin pedagogun në vende të tilla si në Kremonë të Italisë. Rektori i Universitetit të Shkodrës, Tonin Xhuraj, ndau lajmin për nisjen e një bashkëpunimi të ri me Akademinë e Jezuitëve në Krakov të Polonisë. Ne sapo kemi konkretizimin e një marrëveshje dypalëshe midis universitetit tonë dhe Akademisë Jezuite Ignatianum në Krakov. Shumë shpejt do nënshkruhet marrëveshje zyrtare bashkëpunimi midis dy institucioneve dhe do jetë një fushë e gjerë, do jetë një hapësirë për studiuesit tanë, për studentët, për të thelluar në studimet për Mjedën. Veprimtaria organizuar nga Bashkia Vau Ideas në bashkëpunim me Qendrën Muzeore Ndre Mjeda, Universitetin Luiç Gurakuçi dhe Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër u pasurua me interpretime nga krijimtaria poetit Mjeda, si dhe tinguj muzikor, duke krijuar një atmosferë të veçantë për të pranishmit.